Trendi i rënës i lindjeve si dhe shkalla në rritje e vdekjeve në Kosovë pritet që në të ardhmen të rrisë edhe moshën mesatare të popullsisë. Kjo pritet të ketë implikime negative në vetë menaxhimin e sistemit shëndetësor në Kosovë për arsye se rrezikon përjashtim social si dhe nevojë për shërbime më të specializuara të kurimit për grup moshat më të vjetra. Megjithëse qeverisë formalisht kanë pasur prioritet shëndetësinë, asnjëherë nuk është arritur një nivel i mjaftueshëm financimi, ku buxheti për këtë sektor për periudhën 2019-2024 ka variuar nga 3% në 3.2% të brutoproduktit vendor. Kosova zë vendin e fundit sa i përket gjenerimit të ardhurave për kokë banori, si dhe ka shkallën më të lartë të varfërisë në rajon prej 34.1%. Numri i shtretërve për kokë banore mbetet larg mesatares së rajonit dhe vendeve të BE-s. Përkundërritjes së parashikimeve për investime brenda periudhës 2021-2024, në aspektin e planifikimit buxhetor shpërfaqen probleme serioze. Në Kosovë raportohen se në 1000 banor ka vetëm 2 shtretër spitalor, 1 mjek dhe 4 infermier. Kjo situatë natyrisht që vështirëson vetë financimin e sistemit shëndetësor, si dhe krijon vështirësi në dizajnimin dhe implementimin e një modeli të sigurimeve shëndetësore që siguron gjithë përfshirjen për të gjitha shtresat e popullsisë. Ndonse ka pas një përmirësim të ndjeshëm për mjekët specialistë me ligjin e ri, Kosova vazhdon të ketë pagat më të ulta në rajon në krahasim me vendet e tjera. Paga mesatare e mjekëve specialistë në Kosovë është 1320 euro. Realizimi i ulët i buxhetit vëret edhe në mungesën e pajisjeve, barnave si dhe në pjesëmarrjen me rreth 40% nga xhepi i qytetarëve në shpenzimet e shëndetësisë. Në vitin 2023, 152 profesionistë mjekësor kanë ndërheshur certifikatat e tyre nga UDA mjekëve dhe pritet të largohen jashtë vendit. Prej tyre, 129 janë doktor të mjekësisë, 6 specializant dhe 7 mjekë specialist. Arsyet kryesore për largimin e profesionistëve mjekësor përfshin kushtet e punës, papunësinë si dhe anën financiare. Niveli i financimit të shëndetësisë është dukshëm më i ulët kur e krahasojmë me vendet e rajonit, ku Kosova merr pjesë në shpenzimet të shëndetësisë sa gjysma e këtyre vendeve dhe sa 1/3 e vendeve të BE-s. Situata ekzistuese me financimin e sistemit shëndetësor në Kosovë kërkon hapa imediat nga institucionet relevante. Ministria e Shëndetësisë ka nevojë për disa skenar kontingjent për të adresuar problematikën e migrimit masiv të personelit shëndetësor, si dhe avancimin e kornizës ligjore sa i përket ligjit për sigurime shëndetësore, si dhe një punë dinamike dhe më intenzive në dizajnimin e një modeli të sigurimeve shëndetësore që siguron gjithë përfshirjen për të gjitha shtresat e popullatës.